nga dita tjetër YouTube, mua më është ngjëror sa re, nuk e di, ndoshta jam ftohur. Rea, ku më ke sjell sot? Ka sjell Rea. Tek dyqani më i bukur që është dyqani Ada Herbs, që gjeni në vlog. Më ka sjell këtu se më tha mua hajde se do vëmë blem dhuratën tate për vitin e ri. Edhe më ka sjell këtu sot. Dhe sugjerimi që unë jap të gjitha gocave për t'ia bërë motrës mamin. Unë nuk e ndjeva aromën. Ndje aromën sa aromë të mirë që ka. Ta provoj pak kështu. Jo, provoj te floku. A, te floku? Po, ka aromë më të mirë në Me vërtet pas ka aromë shumë të mirë. Unë adhuroj këtë. Se pas kam ndjerë, pas kam me vërtet aromë perfekte. Pas ka aromë lulesh. Po, trëndafili. Aromë pranvere. Freskia është super. Gjëra shumë Hajde më në mirë. këtë dyqani provojeni. Shumë të reja tashi. Unë do ta testoj dhe do ju them. Hearing you play in the evenings. Watch you sing in church on a Sunday morning. Yeah. Been finding your strength in the waiting. Been fighting, girl, and you're overcoming. You're overcoming. And I'm gonna be by your side through. Ja ku jemi. Na jeta beqare. U martum përsëri. The best çifti ever. U martum përsëri. Dola sot me Rean, jam knaq pa punë. Bleva dhe kësi unë si kjo pallku si motra. Ja, do të duket kur e që e ka që diçka se kur nis tregon për shembull japa dole me Rian, shikoni. Shikoni pallton time. U kënaqa shumë, më dhuroi një set të Ada Herbs, mezi po pres ta provoj. Është pak zhurmë sepse jemi unë mu të Sheshi Wilson. Po, dhe këtu është Tu është zhurma më e madhe që ka Tirana. Po, besoj se na ngjoni dhe po, jemi kënaq shumë, dhe Andi po thoshte që jemi bë kështu si single. Jemi domethënë Ersi ka dalë me motrë, ka dalë me shoqe, edhe pak kam dalë me vllajën, ka pasur gjëma një, po dalëm edhe pak këtu, edhe pak në i shok, në i gjokë kështu. Edhe me nipat? Po, edhe me nipat, po, pimat kafën e mëngjesit ka lokalet të poshtë që preferueshmi. Edhe nipat e Andit sa vete unë në shtëpi më thonë, çam ke bërë surprizë? Po, erdhi sot Ersi me një pako që është e Rea. Me atë pa Herbs. Edhe i madhe apo kjo është për mua thënë kjo? Ai gjithmonë çfarë do të shohë është për mua thënë kjo? Ose i ka mësuar unë keq, se kështu më tha mami Andit, vjerra ime, se më keni thënë se i të vjerë, se i të mami Andit, më tha mos ju bli me dhurata se po i mëson keq. Ju blek shunen, ato fucka sapunin, ato budalliqet e vogla. Po, nga do 2000 lekë çu dhe më shumë lagin dhe bëjmë pisa dhe bëjmë zhurmë se sa lozën. Po, edhe i mësoj keq unë, edhe unë mezi po pres të bëjmë në një teze, që plastoj pa fund qa kërdoj kalamajsh, dhe pasaj të iki dhe t'u ale prindër. Edhe pasaj ato le të merë. Po, ato të sjellin në vi. Unë thjesht jem ajo tezja ose hala, unë halë s'kam për qena njerë. Vjerë për durësh, mirë, edhe ike. Po, e të ike, pasaj t'ja bëj qyz. Po, dhe kemi taku shumë njerëz të Tiranë që na shohin. Po, dhe i falenderojmë shumë. Njerëz zakonin shumë veta. Po, dhe të bëhet shumë qejf kur i takon dhe i thotë shoh, edhe shumë faleminderit nga ana ju që harxhoni kohën ose kohën që e keni pirë. E kaloni me ne, më super ishte një... O, faleminderit. Po, faleminderit. I don't have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. Mëngjesi nga dita tjetër, e bëm këtë vlogmasin 3 ditë. Vlogmas nuk quhet më, ky quhet vlog, po sot ikëm te Insi, ikëm të tarë familjarisht, me çunat, me të gjithë të veçlit, edhe u kënaqëm shumë. Mua më pëlqeu, domethënë çmimet janë relativisht pak të larta për Tiranë, por mua më pëlqeu. Ushqia ishte e mirë, edhe pankejku ishte pak i thatë. Kurse vezët me tost ishin shumë të mira. Duket që unë kam folur shumë, kam bajtur ligjërata, të tëra se më ka ikur zeri. S'ka po pauza hiç. Fare. Nga
kam taku 100 veta, kam taku pa fund, taku një, taku tjetër, në rrugë, ndalë, shumë për ju, shkudoj kam takuar dhe shumë faleminderit nga zemra që më ndiqni. Ju përshëndes, edhe ju uroj gëzuar festat, edhe juve që ju kam takuar me shpirt. Po, ju urojmë gjitha të mira, edhe ky vit i ri qoftë sa më i bukur dhe sa më i mbarë. Ne do edhim prap video, po thjesht me erdhi kështu nga thellësia e zemrës time. Qa mendimi ke për lokalin që provuam? Për mu ishte shumë mirë. Ne ishim të kënë komun. Po, edhe ne ishim 4 të rritur dhe 2 fëmijë dhe shkoj 6.000 lekë. Po ta japi çmimin burrim. Ata të vegjëlit morën posi të rriturit, se janë shumë të vegjël ata. Se morëm edhe lengje, se cili për kokë. Po, normal, morëm gjithë, se posi tamam si të rritur. Edhe 6.000 edhe 5.000 lekë, 6 veta, i piti ku këtë 8.000 lekë. Po s'pone 50, apa kove 60. Po pra. 10.000 lekë për kokë. Po, 6 veta po 10.000 lekë për kokë. Po, unë dhe ky morëm edhe një mbërësirë. Një mbërësirë së bashku. Ti e pe atë mbërësirën që u lamne, a e kishte hequr ajo? Se morëm një mbërësirë, po ishte me alkohol. Kur e erdhi, na tha ajo është me alkohol, po nuk shkruante aty. Ajo nuk shkruante aty, edhe një, si ishte ajo? Qa ishte? E Cerenit, një qaj si kishte emër. Nuk e di qaj kishte emër, e ka zermës. Po, e ka zermës, diçka e tillë. Edhe tha ka pak alkohol për fëmijët. I tham ne po ne nuk hajmë gjërat me alkohol, se donte ky me vllajin. Edhe aty nuk ishte shkrytme dhe ishte me pak alkohol, shumë pak. Edhe por që ne i thamë që nuk e hajmë sepse... Por, tostat ishin perfekt. Osa më ka shiju një me karkalec, ishte shumë i mirë. Edhe kështu dita. Tani ka quar andi të rregulloj varse që i ka ble gruaja Floriri. Sepse unë nuk shoh në një dhurat Floriri që ma ka ble burri, por unë ja kam ble këti. Qoj edhe orën, i rregulloj, u do qoj ka pantalonat për të shkurtuar. Të tëra këto punët kështu. Që janë të vogla... Punë që duhet bërë në Shqipëri. Po, që janë të vogla, po që të ne kushtojnë shumë, edhe është mirë që t'i bëjmë këtu. Edhe i bëjmë këtu, pse jo. Po. Edhe kështu t'i kemi ta marrin, tash e ka pikuar varse në këtë Floriri. Tjetër qa kemi bërë asnjë gjë. Jemi vërdallisur për ditë. Kena një info për të shtuar burri, në një ankesë, në një sugjerim? Jo, shumë mirë të gjohë, çdo gjë është okej. Lekët fluturojnë. Lekët kudo fluturojnë në shtëpi. Po. Po këtu fluturojnë çik më shpejt. Këtu fluturojnë pa ndje, normal se vjet edhe me pushime dhe pse jo shpenzon më shumë, ha diçka. Dhe kemi ngrënë për ditë për jashta, jemi llastuar për ditë. Për ditë jemi llastuar. Edhe nuk po hym dot në vijë. Jemi kështu edhe nuk hyet në vijë. Jemi kështu si fëmijë të vegjël. Nuk hyet kollaj në vijë këtu. Po. Po edhe fëmijët që janë në vijë dalin nga vija këtu. Po mirë se ne kemi staku mendjen që të tërë. Jemi kështu. Po që po kënaqemi dhe është bukur edhe po na pëlqen edhe çdo gjë. Edhe po kënaqemi me thënë drejtën, na kishte marrë malli për shtëpi. Tash më se po përste ikë te shtëpia ime. Zoti nuk do të i shpenzoshim këtu, do i shpenzoshim diku tjetër, kështu që burri ka hallin të lekët. Besoj se ju njihni më shumë kush e ka hallin e lekët. Finding your strength in the waiting. Been fighting, girl, and you're overcoming. You're overcoming. And I'm gonna be by your side through time. In every mountain you climb, and I swear by the moon and the stars in the sky, I'm gonna be right here. Yeah. You don't need a thing, 'cause you've got it. Dhe qa ke marrë këtu, qa është kjo? Më mbyte. Aja, kjo është fileto peshkaqeni.
Do ta provojmë se si është. Është hera parë që Pa provoj njerë. Është hera parë që e kena marrë. Kjo është fileto peshkasheni. Se isha në gjuhë fare që shitej. Se na kapi copyright i kështu. Se e shishme duke, po diçka shumë ndryshe. Nuk e kam shiu kur këtë lloj. Shije? Se ke provu kur? Kur, është shumë e ndryshme, nuk e di se si. Nuk ngjas si peshk? Nuk ka lidhje. Shumë për mendimin tim nuk ngjas si peshk, është shumë e çuditshme. Nga specialisti i mirës dhe i peshkut. Pritse për specialisti që nga bë. Ako specialist? Pritse s'po më punoj nga rrede, adoja, pa isi. Nga kjo është. Shumë e çuditshme është. Shumë më mirë. Po, shumë e çuditshme është diçka nuk e di, s'kam provu kur si shije, si. Nuk di, nuk prasohet me asë gjë, nuk qasë peshk, pasi mish. Kjo është shumë e mirë. Shumë ndryshe. Po, vërtet shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Po e mirë, e ngremshme, shumë e shishme. Duhet ta provoni një herë të paktën. You stand on your own, you're so strong, yeah. Oh, but when you feel like you wanna let it go, when you're tired and you want someone to hold you, I just want you to. Handi, mund të shpresh lirisht si të ka marrë me zor në opera, në kështu balet. Po, me të dhe s'doja me ardhë, po erë se hajde. Edhe erdhi për kuriozitetin, pse kemi aq shumë si ky në shtëpi. Jo, po kuriozitetin sa zvisha hiç shumë, po kam harë se tha erës, me thonë, vetëm për erës. Nuk e bë qefin mu? Edhe unë lyeva, u bëra bukur, jemi veshur bukur. Barku im plancim. Jemi veshur bukur. Planci, jo. Barku. Jemi veshur bukur. Edhe e kemi prishur punën në fund, sepse unë s'kam këpucë, kam vetëm atlete me vete. Dhe të tërë njerëzit janë veshur me ta, kam në gjera shumë bukur. Kush e kësh me atlete femër? Po aksat atlete. Kam bërë dhe sytë stërë të zimë. Ka marrë dhe buskuqin e vjerës, se s'kisha marrë as buskuq. I kështë rrujt ka sile për ty. Po, i kështë rrujt për nusë. Se po isha ka po... Do më thëmë besha ka pjesën që kam rrujt. Faleminderit. Faleminderit, ja. Ai këndi ngjan shumë kështu. Ishim mbaroi dhe baleti dhe tash po presim për njerëzit zanave dhe kjo E gjatë. buk e gjatë. Të marrim diçka. Jandi e ka trullosur baleti krejt. Unë dhe Riana pëlqeu shumë. Ishte 10 nga 10. Po, akti i dytë ishte akoma më i bukur. Më i pari pëlqeu shumë. Akti i parë? Mua akti i dytë më pëlqeu më shumë. Por ua super sugjeroj, për çmimin që kishte bileta, ishte Të një gjë vit magjike. është një nuk ka fare të lira, po vitin tjetër bëuni të tregoni të shpejt edhe. Po.
Unë ju tregova tek On your wings will outside. Always lift me up in your arms. Now and forevermore. So in love with you. And I'll always be forever. Those seasons change. My love remains. So in love with you. And I'll always be forever. Those seasons change. Then now forever. Just as the sky is blue, just as your blood runs red, my love for you stands true. Please let me take your hand. Where only our love could keep us from falling. Now and forevermore. So in love with you, and I'll always be forever. Those seasons change, my love remains. So in love with you, and I'll always be forever. Those seasons change, then now forever. There's no doubt that life's worth living